Ola, procesi I vlerësimit dhe numërimit të votave të diasporës vijon në këtë moment që komunikojmë rinisja e procesit të vlerësimit dhe numërimit të votave ka nisur rreth orës 10 të ditës së sotme pas një shkëputjeje për hir të lodhjes që numëruesit kanë pasur. Mendimin e operatorit Klodian Qena ju përcjellim në live edhe procesin e vlerësimit dhe numërimit të votave këtu në Parkun Olimpik ku janë pra votat e shqiptarëve të diasporës. Deri në këto momente, Ola, janë vlerësuar dhe numëruar 23.715 zarfa, pra ku ndodhen dhe votat e diasporës, nga 194.889 që janë në total. Rezultati deri tanishëm është Partia Socialiste e cila kryeson bindshëm në këtë proces të deri tanishëm me 54.63% të votave në raport me Partinë Demokratike, Koalicionit Partia Demokratike Aleanca për Shqipërinë Madhështore me 28.57%. Lëvizja Bashkë ka marrë një numër rreth 2.55%, Koalicioni Euroatlantik 0.67%, Nisma Shqipëria bëhet 8.39%, Partia Mundësia 3.20 dhe Partia Social-Demokrate 0.95% të votave deri më tani në këtë proces të vlerësimit dhe numërimit të votave. Ndërkohë që në një tavolinë mund të shikojmë edhe kryetarin e Komisionit të Qendror të Zgjedhjeve, kryekomisionerin Ilian Cilibashi, I cili po diskuton, besoj se po jep udhëzime për sa I përket procesit të vlerësimit të votave të diasporës në një ndër tavolinat e numërimit këtu në Parkun Olimpik. Procesi I vlerësimit edhe sot është me ritme të ngadalta, Ola, edhe për shkak të procedurës pik për pik që duhet të ndjekin antarët e komisioneve numëruesit në këtë vend numërim të votave. Është procesi gjatë, nuk kemi arritur pothuajse në 1/4 e votave të diasporës të cilat duhet të numërojnë këtu në Parkun Olimpik. Mendoni që tani po numërojnë votat për subjektet politike, ndërkohë që të njëjtat fleta votimi aty ku kemi shënim edhe për votën preferenciale, do të rinumërohen edhe ato. Pra, do ketë një proces tjetër për votën preferenciale edhe këtu në Parkun Olimpik, sikundër po zhvillohet edhe në KZAZ të ndryshme në gjithë territorin brenda vendit. Është një proces I gjatë dhe pritet të zgjasë për disa ditë I gjithë ky procesi vlerësimit dhe numërimit të votave. Ola? Është një proces që do të zgjasë, po, kështu është deklaruar dhe ju po e shikoni edhe vetë nga afër. Dakor. Ola, është një proces I cili pritet të zgjasë, po. Faleminderit.